Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Genc Burimi është një gazetar analist shqiptar që prej shumë dekadash jeton në Francë, por ai shumë aktiv në media shqiptare, duke analizuar zhvillimet politike jo vetëm ato në Shqipëri, por edhe ndërkombëtare sigurisht me fokus Shqipërinë. Shumë herë intervistat e tij, deklaratat e tij, prononcimet e tij janë bërë lajm i parë për median shqiptare dhe kanë ngjallur debate, kanë ngjallur reagime nga më të ndryshmet. Ngjarja më e fundit politike më e rëndësishme në Shqipëri sigurisht janë zgjedhjet e 11 majit dhe rezultati i tyre, fitimi i mandatit 4 të Partisë Socialiste dhe humbja e Partisë Demokratike sigurisht që ka nevojë dhe ka vend për një analizë të thelluar. Unë kam zgjedhur sot për të analizuar pikërisht këtë ngjarje të madhe politike, pikërisht analistin e njohur Genc Burimi. Përshëndetje Genci. Përshëndet, Roland. Kënaqësi që të kam për herë të parë në rolin e gazetarit për në një intervistë, sepse her pas here ne kemi qenë bashkë në debate në studio dhe në emisione të tjera, në televizionet të tjera, kemi ndarë mendime disa herë të kundërta, disa herë të njëjta, por për mua është kënaqësi që të kam, edhe pse në shumë raste ne ndajmë mendime të kundërta, është kënaqësi për atë që ti përfaqëson si një shqiptari që ke arritur jo pak gjëra në jetën dhe në karrierën tënde. Të përshëndes për këtë mendim shumë voltarian. Sigurisht që ti kështu do ta kishe referencën. Pyetja e parë, zoti Burimi, cili ishte perceptimi i parë, ose më saktë, ajo që të shkoi në mendje që në fillim kur po shikoje projekcionin që Partia Demokratike po humbiste, Partia Socialiste po fitonte zgjedhjet e 11 majit? Shikoj, që një agoni e gjatë për PD-n, sepse në Shqipëri fatkeqësisht si India zgjedhjet nuk dalin me një herë, kur e pa për shembull ishte e manitshme në Rumani të dielën që u bën zgjedhjet presidenciale në darkë e kishte rezultatin. Në Shqipëri kujtohet darka e nesërmja, pastaj duhet të pushonin ata numëruesit sepse ishin të lodhur. Kështu që mendimi i parë që se si ndeshje të futbolli mendoja se do të kishte një kthim të rezultatit. Mbasi përmbysje po një ekuilibrim. Këtë mendoja gjatë kohës që kalonin orët, hapi kutit dhe PS-ja ishte shumë përpara dhe mendoja që mbasi është shenjë e mirë për PD-n sepse në zgjedhjet 2021-shit doli kundra. Kundit e para ishin pro PD-s dhe kutuar fitoria dhe shteti PS-ja. Më pas, kur orët kalonin, ditë kalonin, pastaj mendova se këto zgjedhje janë manipuluar. Pra, dy mendime pra. Mendimi i parë ishte do të kishte një përmbysje dhe pastaj mbrapa janë manipuluara. Pra, nuk e di, kam qenë influencuar sepse nuk e mendoja se do të fitonte thellë PS-ja, por këto ishin mendimet e para. Ju thatë që se me këtë që bët si hyrje kuptohet që do kemi goxha për të folur, po ndoshta edhe për të bërë jo replik, por për të bërë pyetje ose kundër pyetje. Ju thatë që kuptuat që zgjedhjet janë manipuluar. Tani në fakt kur ka një konkluzion të tillë, kjo gjë duhet provuar dhe sigurisht që ata që provojnë janë OSBE Odiri, sepse ata janë institucioni zyrtar që i certifikon zgjedhjet. Por nga ana tjetër, ajo që ne kuptojmë ose kemi si shifra është një diferencë shumë e madhe, zoti Burimi, midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Nuk po vën dyshim ato që janë denoncime publike të bëra nga eksponentë Partisë Demokratike, por 33 deputet dhe 300 e ca mijë vota, sikur kërcet shumë që të gjitha këto i paska vjedhur Edi Rama. Shumë vërtet drejt, po një qenie njerëzore, po dhe gazetareske si puna ime, nuk arrin një konkluzion, nuk prisim ditën e zgjedhjeve për të krijuar një bot kuptim si po shkonte puna dhe unë që në fillim të fushatës dhe më parë dhe kur kemi pasur debate bashkë, kam qenë gjithmonë i atij kampi që mendon që drejtësia ose spaku ose kursia e spakut është në krahët e Edi Ramës. Dhe gjithmonë çdo që ndodh në Shqipëri e shoh në këtë prizëm që dhe një herë kjo më provon këtë gjë. Dhe këtë e kam thënë që kur ndodhi afera me Gonigal, që më duke habitshme, domethënë që është një aferë që tronditi SBA-t dhe në Shqipëri nuk pati as edhe një impakt përveç se thirrjes së Agimnezës.
asnjë impakt. Për së dyti pastaj ku ndodhi ajo mbledhja e madhe, mitingu i madh që bëri Rama në sheshin Skënderbej, ka qenë në fillim shkurt më duket, kur u arrestuan Eliaj, dhe ndodhi një muaj pasi kishte krijuar dhe SPAK-u atë task forcën, dhe mendova a ka moment më të bukur për SPAK-un që si një arbitër në një finale me kot, të tregoj me njëherë kartonat të verdh për të qetësuar lojtarët. Dhe aty mendova që SPAK-u nuk do të veprojë, SPAK-u është Edi Rama, sepse në perëndim ishte i paimagjinueshëm për një kryeminist të mbledh të mbush sheshin kryesor të kryeqytetit me punonjës bashkiak jo civil, po me uniforma, dhe mos bëhet skandal. Aty thash pra që kjo fushat po hyn në një korridor ku SPAK-u e ka fituesin e vet, është Edi Rama, dhe kësaj jep një arsye pashtu humane. Mendoja sa që Dumani, nga që donte dhe do gjithmonë ti zgjatesh mandati, ai ka më shumë shanse zgjatje mandati si kryeprokuror me Edi Ramën se me Sali Berishën. Prandaj kur erdhi ky rezultat që më thoni juve si të thatë që janë të vjedhura, tash të manipuluar, dhe manipulimi nuk është thjesht një vjedhje, nuk është thjesht një, ka shumë mënyra, nuk është thjesht një mbushje kutie. Manipulimi është kjo që them unë, është një mbushje sheshi me militantë, me zyrtarë me në punës, cili farë mënyrë t'i bën presion. Prandaj jam qelët me atë që mendoj unë, por duke ditur që jam po ashtu shumë bajat për ata që mendojnë ndryshe, që ky fitoi me një diferencë madhe e votash, dhe kjo diferencë e madhe e votash nuk mund të zvogëlohesh edhe për të jesh manipulimi. Nuk ky fare të debat. Kjo është e keqe, Orlan, sepse unë jam një purist, jam shumë, i thuash, jam si me amerikanët, në debat amerikanë besoj. Që në momentin që kam një dyshim, në momentin që nga ana cilësore prishet diçka, pak më intereson ana sasiore. Duhet të frëngjësh, ki vol në ëth, vol në bëth. Kush vjedh një vezë, vjedh dhe një lop. Dhe në këtë pikpamje, s'më intereson se është diferenca. Më intereson që kjo fushat dhe njëherë u krye në kushte të pabarabarta, atë që më pas e konfirmoi Kredit më vonë ose SBE Odiri dhe shpreha më e bukur. Janë kushte të pabarabarta. Pra kjo quhet manipulim, mund ta quash vjedhje, por për mua nuk ishte pra një zgjedhje e drejtë. Influencoi kjo atë rezultat në masën sa të justifikoj fitoren e PS-s, nuk më intereson ashtu si një finale, kur e humb sa që dhë një penallti në fillim finales dhe mbrapa fitoi tjetri 5-0. Do të thuash që është penalltia që ndikoi që mbrapa u bën dhe 5 gola të tjerë. Kështu që është e vështirë ta kthesh cilësorën e sasiore, që drejt cilësoria, demokracia nuk duhet të vuaj nga zgjedhje të pabarabarta. Kush vjedh një vezë, vjedh edhe një lop. Shumë e drejtë kjo, dhe ju keni shumë drejt në këtë parim, por mund të më shpjegoni, se përmendës pak ne do t'i rikthemi, por për ta mbyllur këtë pjesën e lidhur me zgjedhjet, mund të më shpjegoni se si ju e kritikoni ose e akuzoni SPAK si vegël të Edi Ramës, kur SPAK ka arrestuar dhe ka çuar në qeli, por edhe ka dhe një sër çështjes të tjera, një numër të madh të funksionarëve dhe bashkëpunëtorëve të afërt të zotit Rama, që i bie që Rama pas ka SPAK-un e vet dhe po pret pemën në cilin qëndron ai dhe qeveria e tij. Jam shumë dakord me ty, po mund të kesh fare mirë një arbitër ndeshje që është shumë i rrept, shumë i zot, shumë i aftë, shumë i drejtë. Dhe një ndeshje ai ka interes të ja jap një ndeshje finale, të jap fitoren atij ekipi, sepse kështu i kanë thënë dhe prokurorët e ekipa që duam që ky ekip të fitojë. Po bëj një paralelizëm që nduket i largët, por nuk është shumë i largët. Nuk e pegon SPAK-un fare që të jetë SPAK-u dhe njëherë kjo që thoni ju është shumë i aftë, shumë reaktiv, shumë efikas, e pa me të ditë me të operacionin e madh të arrestimit të kapave të drogës të instaluar në Durrës. Shumë bukur. Por dhe njëherë mjafton që SPAK-u të ketë një interes madhor, personal, të vetmin. Edhe ky moment bën që SPAK-u në këtë kuadër duke luftuar krimin, këtë interes që partia që është në fuqi të qëndrojë në fuqi, dhe besoj se nga ana racionale, që pari të bëra një kompliment me Voltairin. Voltairi jeton ka jetuar në Francë, filozof francez, ka dhe një filozof sodis francez që e dua shumë, quhet Descartes, Descartes, nga ku themi kartezian, që thot racional, dhe mendoj se jam racional duke thënë
që nëse, më është matematika thjesht, nëse Altin Dumani ka kërkuar që t'i zgjatet mandati për te afatit kushtetues. Dhe nëse në këtë kërkesë, që është për mua kërkesë shumë bizarre, shumë e habitshme, sepse nuk ndodh në perëndim. Sot për shembull Trumpi po bën një degresion, një klap. Sot Trumpi ka shumë dëshirë të bëjë një mandat të tretë, e ka të ndaluar, dhe shikoni me sa Dina Kri, ndjenja të kapelet Trump 2028, duke thënë që nuk e mund është i mbirë. Kjo është humane. Pra, ky SPAK sot, duke dashur që të ketë ky Duman të ketë një mandat të zgjatur, të mund t'ia zgjasë vetëm Edi Rama, nuk e di do mbaj fjalën apo jo. Por me Berishën kështë qartë, Berisha thoshte që sa zgjas mandatin, do të çojnë në burg. Atëherë, kjo nuk është fare antinomike me këtë që thua ti. Ky SPAK e bën shumë mirë lojën, godet krimin, ku të në burg politikan, por tek pika esenciale ku varet dhe fati këtij SPAK-u, aty ky SPAK do të tregohet i padrejt, pra nuk do bëj asgjë që do të synonte, jo të gjithë do të synonte humbjen e Edi Ramës, ose fitoren e Edi Ramës, por të lejonte, të mundsonte që Edi Rama të marrë sa më shumë vota dhe mandate parlamentarësh në parlament, në mënyrë që ta ketë më kollaj, më pas të ndryshoj kushtetutën në favor të Dumanit. E pranoj që jam i vetmi në Shqipëri nga analistët që e jep këtë tezë. E jep këtë tezë sepse unë jep teza që më shokojnë ose që janë në kontrast të thellë me praktikat që shohim në perëndim, kur tuke neve një prokurori që mbaron mandati, të dilte ai kërkonte zgjatje mandati. Nuk ndodh edhe publikisht. Sepse prokurori të rast e vë veten nën kyshmin e politikës. Të rast tregohet i dobësuar. Është sikur një priv do të thotë që unë duhet martohem. Po jo, se po bësh martohesh pastaj mbrapa bëhesh i dobët dhe në vend merresh me Zotin, merresh me familjen dhe me gruan. Kështu dhe prokurori. Prokurori duhet të kushtohet atij mandati që ka, atë që ka, mbaron punën, mbaron mandatin, të kthehet, të jap një tjetër shprehje frëngjisht. Les cimetières sont pleins de personnes qui se croyaient irremplaçables. Parresat janë plot me persona që e kujtoni vetëm të pazëvendësueshëm. Asnjë nuk është i pazëvendësueshëm. Okej, vazhdoni që çdo përgjigje jote mua më jep kështu, më hap shumë foldera për pyetje, por rripte zgjedhjet se do kthehemi sërish te drejtësia. Unë e di që ti e ke një temë shumë për zemër dhe do ta trajtojmë atë, po rripte zgjedhjet. Kam një pyetje të drejtë për drejtë, por do ta bëj pyetje për përgjigje do ta japësh mbas publicitetit. A të shqetëson fakti që nuk ka asnjë reflektim në Partinë Demokratike për humbjen? Përgjigjen mbas publicitetit. Publiciteti një reklamë e shkurtër dhe kthehemi sërish në intervistë me zotin Burimi. Një falënderim për institucionin monetar Manigram Akinvest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV me sloganin e njohur, transfero shpejt, gjithmonë më shpejt kudo dhe kurdo. Akinvest, institucioni i pagesave për shërbimi Manigram, risjell shorteun për klientët e tij. Klient të dashur, çdo tërheqje apo dërgesë që do të kryeni nga data 14 prill deri më 14 korrik, pra nga 14 prilli deri më 14 korrik, me shërbimin Manigram në çdo zyrë dhe agjent Akinvest do t'ju mundsoj të bëheni automatikisht pjesëmarrës së shorteut që do të zhvillohet në Edila Shqiptare në televizionin Klan më datën 20 korrik 2025. Pra në Edila Shqiptare në televizionin Klan më 20 korrik 2025. Sa më shumë transferta me Manigram, aq më shumë merrni pjesë në shorte. Për çdo një transfer ju do të kualifikoheni me njerëz si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 6 fitues me një çmim 50.000 lekë të rinj, pra 6 fitues me një çmim 50.000 lekë të rinj, sapo të kryeni transfertin e tretë ju kualifikoni dhe si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 7 fitues me një çmim 100.000 lekë të rinj, pra 7 fitues me një çmim 100.000 lekë të rinj. Përdorni pra Manigram dhe fitoni. Faleminderit edhe një herë Manigram Akinvest, institucionit monetar që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Faleminderit Akinvest Manigram, institucionit monetar që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Zoti Burimi, edhe një herë jemi në linjë, besoj? Po. Edhe një herë pyetjen, pra a ju shqetëson fakti përveç atyre pjesa e manipulimit të zgjedhjeve që nuk ka asnjë reflektim në Partinë Demokratike për këtë humbje, po themi, po përdor vendosin si ta doni të madhe, po përdor për këtë humbje madhështore? Nuk më habit për dy arsye momenti dhe arsye teme. Arsye momenti sepse Berisha, nëse bëj një paralelizëm, duhet ta konsiderojë veten në luftë, siç e konsideron veten në luftë Zelenski me Rusin. Berisha është me Ramën, është me Krimin, është me atë Kuçedrën, me shumë kokë të tjera, pra e konsideron veten në luftë dhe në luftë nuk ke moment të bësh bilance. Kush është Kuçedra me shumë kokë?
Rama. Rama është kuçetra me shumë kokë? Sipas Berishës, unë po të citoj Berishën, që Berisha domethënë është Rama është Michelini I të keqës. Se më ngrive gjakun, kujtova se e thatë ju, prandaj po Berisha po është në vokabularin e tij. Para po them, po një paralizëm. Pra siç Zelenski në moment lufte me Rusin thotë që nuk janë të nevojshme zgjedhjet, nuk është I nevojshëm bilancim demokratik, nëse ka shumë llogari për dhënë, sepse në 2019 po bëhet prapë një dalje nga tema kur u zgjodh president Zelenski, shqiptarët nuk e dinë, por Zelenski u zgjodh një program ku ai premtonte fundin e luftës me Rusin, pra fundin e atyre shkëmbimeve zjarrit që kishte në Donbas. Pra do të ishte presidenti I paqes. Prapa nuk e realizoi, nuk njohu një krizë më të madhe ushtarake se sa me Zelenskin, është debat. Okej, vim nga Rusia te Partia Demokratike. Shqipëria Demokratike, faktori jashtëm, jashtë PD-s, Berisha mendon që moment lufte, moment që patriotik, moment që do të bërë ballë krimit, mafjes, zgjedhjeve tjera, nuk është moment për bërë bilance. Gjë e parë, dhe gjë e dytë që thash tematike, cila është nëse bërë një bilancë do bësh në 3 forma. Bilancë përsa I përket programit, bilancë përsa I përket kandidatëve dhe bilancë përsa I përket mënyrës së bërit fushat. Më thoni, dhe cilat në të treja mund të bëhet bilancë në moment. Të marrim zgjedhjen e kandidatëve. Nëse bëhet bilancë zgjedhjen e kandidatëve, ka 2 handikape. E para e bie që Berisha do të bëj edhe bilancët e tij, do të qëndrojë apo jo në pushtet në palë PD. Së dyti, nëse thotë që zgjedhja kandidat gabuar, kandidat që zgjodhi ai, miqtë e tij, shokët e tij, bashkëdhënësit e tij, ata janë sot në parlament. Ta ja blen sot që të hapësh një front, të zihesh dhe me ta që ke parlament, duke bërë bilance. Pra, kandidatët sundur bilance. Tek përse përket përmbajtjes programit, çfarë bilance të bëj ai? Do thotë çfarë më bëj program më të mirë, për program të djathtë, çfarë do të bëj më tepër? Nuk pash të tjerët të më shtonin gjëra në program më shumë. Zotë Burimi, ju jeni duke thënë që Partia Demokratike Partia Demokratike I ka gjitha gjërat rregull, problemi numër 1 I Partisë Demokratike është Edi Rama. Absolutisht jo. Thash edhe një herë që është momenti dhe tema. Nuk kanë rregull, kandidatët si kanë rregull. Kur ta, do thona, ka ndonjëri përgjegjësi aty për humbjen? Apo prapë ka Edi Rama? Ka përgjegjësi Zelenski? Apo prapë ka fajin Putini? Tani mos na ço Afrikinës. Po nuk e çoj Afrikinës, Jo, mos na ço Afrikinës, jemi këtu. Ju po thoni që Berisha, Partia Demokratike nuk ka faj. Nuk ka përgjegjësi, jo faj, përgjegjësi. Ti thua që Zelenski nuk ka faj, nuk ka përgjegjësi. Dhe shikita ne jemi gazetar, ne jemi analist. Unë nuk jam këtu për të gjykuar, unë jam këtu, se po gjykova, më të fare me që s'më intereson fare bilanci I PD-s. Ashtu si më intereson fare në Francë, bilanci I Le Penit, që humb Le Penit. Pra unë jam këtu për të, jo për gjykuar, për të vënë në vendin e aktorëve që neve gjykojmë. Duke I vënë veten time në vendin e Berishës, Berisha mendon që sot dhe njëherë është luftë një kuçetër me shumë koka. Dhe çdo moment bilanci në këtë moment lufte vetëm se do të thotë më shumë partinë e tij. E para dhe e dyta, Berisha mendon që në momentin tani që flasim, në të 3 tema, se s'ka të bilance ke kandidatët, programi dhe mënyra e bërit fushat. Fushat thotë bëret në mënyrë shumë paqësore, shumë demokratike. Dhe shumë vërtetë, është e parë që mi Berish te paqësor. Në krahasim me Ramën që bebufi e këneta, Berisha na duk shumë I paqshëm. Program thotë çfarë bëra më tepër, çfarë bëra gabim, çfarë bëra më pak. Po mjaftonin këto? Taksash. Apo jam dakord me ty, po dhe një herë ai sot mendon që të bësh bilancin e një personi që vdiq me kancer sepse nuk I dha aspirin. Të mendon Berisha si doktor. Ju jeni dakord me ty? Unë jam dakord. Unë edhe një herë nuk kam dakord. Jo, unë po të pyes se çfarë mendoni ju, jo çfarë mendon zotë Berisha. Mua nuk më intereson sepse kam, si thua, nuk jam shumë cinik. Dhe një herë, po të vi ke futbolli, se kam shumë ke futbollin në pesfinalen, ja më ke vjen të Paris Saint-Germain. Ju besojeni me Interin? Faleminderit për provokimin. Luajti rolin e gëzburimit të atij që është e Francës provokon. Shiko, dhe një herë, në një futbolli, në atë finali do shohim, po të isha vërtet gazetar, ke prer bilet? Po të jam tifoz.
Jo, më shoh nuk kam shumë frikë nga pikërisht. Po çfarë tifoz je ti që shikon? Jo, po e dua kokën time dhe kam shumë frikë nga liganët. Ka tifozat e PSG-s që janë vërtet shumë radikale, shumë të shëmtuar dhe nuk tifozat e Interit, ju keni frikë nga tifozat e Interit? Në të dy palët, edhe nga Parisit, edhe Parisit janë shumë radikale, edhe parisianët. Jo, duke qenë tifoz me ata, ti u ngre biletën, unë jam me ju ose në një fanerë dhe në rregull. Kur në një revolucion shkoj gjithë bashkë për leshtë në Shqipë. E kuptova. Kthemi këtë kjo ndeshje në Shqipëri. Në një ndeshje në Shqipëri, në këtë rast finalja, pak më intereson nëse luaj ti Parisi mirë apo luaj ti Interi mirë, më intereson nëse finalja u krye në kushte të barabarta loje. Këtu dhe pak më intereson nëse PD-ja ka një program të mirë apo PS-ja veproi mirë, sepse mua pak më intereson kjo, më intereson shqiptarët të votojnë, dua shqiptarët Ramën, votojnë Ramën, dua Berishën vetëm Berishën. Jam shumë cinik, shkoj deshën gjermanët të votonin për Iterin, votuan për Iterin. Pasojë të paguaj vetë prapa. Jam shumë demokrat. Sigurisht që votova, po. Dhe jam i vetmi që votova në rrethin tim familjar dhe shoqëror në Francë, pra që njoh. Jam i vetmi që votova. I vetmi. Në rrethin familjar, ata që njihni ju. Edhe shoqëror, po. Shumë pak njiheni. Po kam familje tu, kam miq shumë tu. Për shqiptar, asnjë nga miqt dhe familjarë shqiptar. Është shumë personale. Do të di diçka që është shumë personale, po do të di diçka. Ma tregoni për kë votuat. Megjithatë ti nuk kuptosh fare se për kë ke votuar. Është shumë personale. Plus që në Francë neve kemi dhe një votë që quajmë votë e bardhë, pra që është një mesazh që i çohet gjithë politikës që asnjë nga ju nuk duam. Shqipëria se ka këtë koncept. Franca nuk e numëron, por është koncepti i votës bardhë, që quhet votë kontestuese. Po do të vija edhe një herë tek kjo, pra edhe një herë. Neve si analist, mos bëjmë tifozlik. Kush jam unë që t'i jap këshilla PD-s, se si duhet vepronte PD-ja me programin ose me fushatën, në një kohë që në këtë rast unë do të ofendoja ata që na ndjekin, që votojnë pro PS-s. Bëjmë shumë kujdes. Ditë që unë bëj politikë, atëherë po. Ose ditë që bëj militant. Unë s'jam militant. Mirë, analisin jep mendimet e tua dhe kaq. Zoti Burimi, kam një pyetje të tillë. Gjithmonë i mbeshur me preferenca. Kujdes. Kam një pyetje të tillë. A jeni dakord që zoti Berisha duhet t'jap dorëheqjen mbështetur edhe në statut dhe nuk duhet kandidojë më për kryetar të Partisë Demokratike? Sepse e thon statuti e ka larguar. Absolutisht jo, për dy arsye. Po e ka larguar statutin? Për jem. Apo për statutin? Jo, po t'ja për jem. Po. Për dy arsye. Arsye jurisprudence. Jurisprudenca Rama, Blushi. 2009 PS-ja humbi zgjedhjet. Ben Blushi i kujtoi statusin Edi Ramës, që kishte marrë pak 4 vjet më para e kishte mangaduar Fatih Osmanës për ta çuar fitores. Dhe Edi Rama kujtohet, hyi në grevurie, kontestoi zgjedhjet, kërkoi hapjen e kutive, dhe i tha Ben Blushit që nuk mund të jap dorëheqjen sepse këto zgjedhje mundohen. Që përse ajo që vleti atëre për Edi Ramën, mund zbleka sot për Sali Berishën. Dhe jam në rolin e arbitrit. Arbitrit është shumë i rëndësishëm të jetë sa më neutral. Jo, të kuptoj, do të thënë ju thoni që me që gaboj Edi Rama, të gaboj dhe Berisha. Jo, sepse në të rast që Berisha sot i vetmi që thoshe mi vodhën zgjedhjet, atëherë po gabon Berisha. Por sot Berisha si ki ardhur një deus ex machina, një faktor X i jashtëzakonshëm, ose Veodiri. Një intervistë që pam të gjithë bashkë, surrealiste në mes të Tiranës në 2025, një vend që ka hapur negociatat. Gjithë burra dhe gra që paguan me taksat tona të europianëve, Parlamenti Evropian, Këshilli i Evropës, OSBE-ja, të jenë të gjithë unanim që në Shqipëri zgjedhjet u zhvilluan në kushte pa barabarta, kjo i çon ujë ke mulli i xhiut Sali, jo me ton, po me tonelata ujë çon, për të thënë që këto zgjedhje edhe një herë që të manipuluara, kështu që më duket komplet e natyrshme që mos jap dorëheqjen, komplet. Tani, zoti Berisha mori, në mos gaboj që ta them fix, gati 200.000 vota më pak se Lulzim Basha në vitin 2021. Po dhe Basha nuk dha dorëheqje. Basha e çe Berishën në non grata, po vetë që nuk dha. Mirë, këtu ne jemi në Shqipëri këtu, ne nuk jemi në Francë, këtu nuk jep njeri dorëheqjen. Dhe këtu nuk jep dorëheqjen njeri për një arsye që ju e thatë shumë bukur, që me që nuk dha dorëheqjen ai, nuk jap dorëheqjen asun.
Jo, mbi të dhëna racionale edhe një herë, racionale, si Zelenski. I sa Trump e vezën, largohu tha. I tha, o diktator, largohu, të bën zgjedhje. Ky nuk është një herë. Unë flas nga Franca, nga Shqipëria. Unë flas nga Franca dhe përfitoj prej meje, pa modesti, sepse kam një pamje globale. Nuk është jo, unë prandaj ju ftova sepse të vlerësoj. Por ne po them që nuk është debat ky. Sta zgjedhje po humb në Francë partia e Le Penit. Largohet Le Peni? Nuk largohet Le Peni. Sepse Le Peni është partia numër 1 në Francë. Kështu që nuk është debat ky. Kur një provincë e vogël toksore, Shqipëria, 2 milion banor, bë kështu gjërash, nuk më habit kur këto gjëra bën edhe në perëndim. Kështu që nuk është për mua, nuk është debat fare. Fare. Për mua partitë politike janë ndërmarrje private janë. Dhe një ndërmarrje private drejtohet si çdo shef i saj. Kush jemi neve të ndërhyjmë? Kush jemi neve? Neve sekretar, si opinion, do të shohim rezultatin final. 10 aty po. Po brenda kokat hëngshit. Zoti Burimi, këto ishin zgjedhjet e 11 parlamentare mbas rrëzimit të regjimit komunist. A ka pasur, ju keni qenë një vëzhgues shumë i hollë jo vetëm i zhvillimeve politike, por edhe sidomos të zgjedhjeve. A ka pasur një palë zgjedhje që ju mund t'i krahasoni dhe veçoni si zgjedhje më të mira dhe këto të vitit 2025 mund t'i krahasoni me to? 2025 nuk janë zgjedhje të mira, s'mund t'i krahasoj me zgjedhje më të mira. Është kundër, apo jo? Që të themi sot që 2025 që janë zgjedhje për herë parë ose Beodiri e zgjidhi gjuhën dhe denoncoi publikisht, s'mund të gjesh një referencë të kaluara zgjedhje të mira si to 2025-s. Mund gjejmë referencë zgjedhje të tjera. Mund ta krahasojmë me 96-ën. Dallimisht në 96-ën Berisha i futi dru jashtë kutive, kurse kësaj radhe Rama futi dru brenda kutive. Do të thonë ju thoni që janë njësoj me 96-s? Në një farë mënyrë po. Nëse jashtë që dhunë fizike, këtu mund të ketë dhunë morale, ose Beodiri ato zgjedhje nuk i njoh zotit Burimi. Shiko, shumë larg, i thënë gati 30 vjet në 96-ën, që nuk e di. Historia ose përsëritet ose rimon, ka thënë Trumpi. Nuk e di i njoh, po nuk i njoh të zgjedhje. Jo, nuk i njoh ose Beodiri. Kërkoj përsëritjen 40 zona. Po, s'pata nevoj për Ozebedi, sepse edhe një pama ka deputet me militant sekë në krye, me Petzogën, se si u gjakosën në bulevard, që s'kisi nevoj. Po, do dini sot diçka që ose Beodiri, me të njëjtin raport me Shqipërinë, se nuk është se nuk i një zgjedhje, të thamë, nuk kanë atë fuqeta. Njëjti raport është edhe për Serbinë, si Shqipëria. Ishte një raport për Gjeorgjinë, si Shqipëri. Një raport për Azerbajxhanin, si Shqipëri. Ku dallimi? Se Gjeorgji, Azerbajxhan dhe Serbi janë vende pro-ruse. Atëre, këtu vjen një pyetje... Kështu që në Shqipëri është vend pro-europian, kjo është me Ramës. Jo, këtu vjen një pyetje, këtu vjen në mendje direkt një pyetje madhështore. Përse eksponent dhe drejtues të lartë të vendeve të Bashkimit Evropian e mbështesin Edi Ramën? Sepse sa po thash, sepse edhe një herë midis dy të këqijave të jesh jo demokrat dhe të jesh prorus, është rasti i Vučić, europianët do zgjedhin keq më vogël. Më mirë demokrat se të jesh prorus. Shikoni sot, në momentin që flasim sot, kandidati që humbi zgjedhjet në Rumani, nacionalisti Simion, ka kërkuar një anullim të zgjedhjeve në gjykatë kushtetuese rumune. Thotë përse u anulluan zgjedhjet e para për influencë ruse në Telegram, dhe nuk anulluan zgjedhjet e dyta për influencë franceze, po ashtu sipas tij, ka çuar prova. Ku dallon dallimi? Sepse në Rumani po fitonte ky, që është sot, në zgjedhje pas Simioni, vjesh në problematik mbrojtja e NATO-s në krahun e Staj Lindor, ku ke shumë avion Rafale francez, tanke franceze, i ke në Rumani sot që mbrojnë të krah Lindor. Pra, sigurisht që nëse do fitonte Simion, perëndimi do të thoshte që është një diktator, është i keq zgjedhjet shëmtuara. Perëndimi ka shumë rëndësi të fitonte një pro-europian, pra ishte pro-europiani Dan që quhet, që ka fituar zgjedhjet në Rumani. Jo shumë demokrat, prapë do mbyllim syt, mos haro këtë Ram. Unë tani një vend si Franca, ku dhe njëherë ka shumë diplomaci dhe shumë mirë është kështu që kryesore për këtë vend si Franca, ku e mund sot Anglia, fuqitë mëdha, Amerika etj. Është siguria e popullatave të tyre. Kjo është
para popullatës tënde, është popullatët tu ku jam unë, në Francë. Dhe në të rast, nëse popullatët në Francë është më sigurt me njerëz si Edi Rama që nuk shkojnë në parada ushtarake në 9 maj në Moskë, se Edi Rama, kush problemi? Kush problemi? E para që tregon perëndimi cinizëm? Tani, brenda pak kohëve, zoti Burimi, presidenti Macron, po veçanërisht ajo që u zgjodh Tirana për të qenë mbajtëse e një samiti të kontinentit evropian, Shqipëria u bë qendër e lajmit politik të Evropës dhe jo vetëm. Tani, ju e vlerësoni këtë gjë apo i quani si ajo që thatë që thjesht e zgjidhin Ramën me që nuk është pro-rus? Sigurisht që vlerësoj, një festival këngë në Eurovision fiton dhe gëzohesh e krenar sepse festivali më passhëm do bëhet ai vendi që fitoi, kështu që sigurisht që është burim, kënaqësie dhe krenarie, padyshim. Por do t'i japësh vlerë. Sigurisht që po, sigurisht. Si mos gëzohesh? Më gëzove mua që je gëzuar. Po është normale, po si nuk gëzohesh. Po dhe një herë do t'i japësh gjithçka vlerën e dur. Nuk përbën lajme botërore. Dhe një herë, kjo mbledhje para 2 vitesh u bën në Moldavi. U fol për Moldavin, po mbrapa u harua. Këto lloj mbledhjesh janë një lloj diskriminim pozitiv. Një te një vend perëndimor, një te një vend që nuk është perëndimor. Pra një bëhet u bën në Prag, një u bën në Francë, një u bën në Moldavi, në Shqipëri, është kombinim. Pra nuk tani do bëhet në Rumani, mos gaboj? Nuk e di kur bëhet jashtë. Po ky komunitet politik evropian nuk ka sekretariat, do dini, është diçka shumë informale. Do të them që pra është kënaqësia që kam unë eksakt si kënaqësia për Eurosongun, pra për Eurovisionin, që të sjell një lloj kënaqësie shpirtërore, folklorike, po që nuk ndryshon dietën e atyre që do shkojnë në sallë, që marrin pjesë në festivalin. Të mesme do të gjejnë vend pune, të shkojnë punë, të shkojnë në spital, të shkojnë në shkolla. Që dhe një, ky samit që bën në Shqipëri nuk e ndryshon jetën e shqiptarëve, dhe një, do të them, është i bukur nga ana dhe një e marketingut, por më tepër që po të jem edhe më cinik se bën lajmet e Francë, po jepesh shuma që do të financoj shteti për festimet e 14 korrikut. 14 korriku në Francë është 28 nëndori shqiptar, festa e Francës, kombëtarja. Dhe shuma është 5 milion euro, dhe debatonin mbrëm në një të zjarëm në një televizion kryesor francez, informativ, kjo si është e mundur të harxhohen të 5 milion lek për një koncert, për budalliqe, ato 5 milion mund të jepesh pikërisht policisë ose spitaleve, me vete, po Shqipëri që pagua 5 milion euro për një summit që populli shqiptar kishte shumë më tepër nevojë se sa populli francez për 5 milionin e 14 korrikut. Por prapë nuk e them. Ishte ja vlente, ishte diçka e bukur, pse jo, dhe i sjell Shqipërisë një lloj kënaqësie kombëtare për gjithë. Zoti Burimi, unë në këtë moment e kam marrë një lajm të keq për ndarje nga jeta të një miku, kolegu, ish drejtori i Kadastrit, për më shumë një personazh i zëvendësministrit, nën kryetari i Bashkisë së Tiranës, Artan Lame. Nuk gjej fjalë për të ngushëlluar familjarët e tij, miq të afërmit, sepse unë kam pasur vetë një mik, një bashkëpunëtor, ka shkruar parathonien e librit tim 100 vrasjet më të bujshme në historinë e shtetit shqiptar, por unë e çmoja Tanin më shumë si një studios dhe si një njeri që arriti të lërë gjurmë në për historinë e Shqipërisë. Dhe me të vërtetë ky është një lajm shumë i rënd. Artan Lame ka ndruar jetë sipas informacioneve në Gjermani pas një ndryrje në zemër. Ai para disa vitesh bëri një ndryrje në zemër dhe të gjithë besuam që shpëtoi, por kjo e sotme pas ka qenë fatale. Të qoftë dheu i lehtë Artan Lame. Të shprehun ngushëllimet e mia, e kam njohur një herë, kam njohur pikërisht në zyrën e Edi Ramës, ka shumë vite, asaj kohë ishim ende miq me Edi Ramën, dhe kisha asaj kohë një ambicie që të organizonim në Francë, dhe ime shoqë punon në botën e muzeve në Francë, një ekspozit që do lidhte bashkë dy figura madhore për Francën dhe Shqipërinë, Napoleon Bonapartin dhe Ali Pasha Pelenën. Dhe më kujtohet asaj kohë isha në zyrën, ishin mbrëmje ndarkë në kryeministri dhe Rama më thotë që është një person që mund ta ndihmoj shumë për këtë gjë.
Artani dhe Lamia hyri në zyrë, po me një njohuri të jashtëzakonshme më bëri përshtypje, sepse nuk e njeh se në këtë botë si thua idesh kulturore, studiuese, e njeh më shumë si funksionar si në punës, por më habiti dhe ruaj përshtypje më të mirë nga i takim i shkurtër, i vetëm, dhe përfitoj pra të them familjes së tij ngushëllimet e mia më të sigurta. Genci, mua më vjen mirë që ti e ke njohur sado pak dhe e ke kuptuar atë dimensionin dhe formatin e tij si njohës shumë i mirë jo thjesht i historisë, por i ca detajeve që as historianët nuk i kanë njohur. Po Artan Lame është nga ata që la gjurmë. Mjafton të themi që një koleksionist i jashtëzakonshëm, po jo thjesht fjala koleksionist në zhargonin që thjesht ai gjente disa gjëra të vjetra, por arriti të gjente dhe të koleksiononte të gjitha uniformat e ushtrisë shqiptare që nga themelimi i shtetit shqiptar dhe deri te e fundit. Dhe këtë e kishte private, domethënë në investimi vet, por ishte edhe një njohës i jashtëzakonshëm, flasi i disa periudhave historike, studimi i tij, libri i tij për Princ Vidin, duke publikuar aty detaje nga jeta e tij, është një studim i jashtëzakonshëm, por jo vetëm, ai ka kontribut në Shqipëri për shumë aktivitete dhe ngjarje kulturore, historike që Artan Lame i dominonte dhe i kishte edhe si pasionin e tij. Okej, është me të vërtet një lajm i trishtuar të ndodh që merr një lajm të tillë dhe je në ekran, por ky është profesioni im. Okej, kthehemi te biseda normale. Zoti Burimi, ju e njihni personalisht zotin Berisha? Jo të gjithë personalisht, të gjithë i njoh sepse unë kam qenë përpara se të largohesh për Francë, po mora një post në ambasadë, fillim viteve 90. Kam qenë militant, zyrtar i Partisë Demokratike, kam qenë zëdhënësi i Forumit Rinor të Partisë Demokratike. Dhe kam njohur Berishën në bides kam në një film që është filmuar atëherë në Thënjishëm me televizionin francez, tek seria e PD-s, ku ishte zyrën time, Berishën zyrën e vet. Jo, unë fakt, këto unë i di, po unë në fakt pyetjen duhet ta riformuloj. A i njihni, domethënë, a keni kontakte aktualisht për këtë situatë e kam fjalën? Jo, nuk komunikoj fare. Nuk komunikoj. Jo. Jo, e kam fjalën që zakonisht ju jeni shprehur pro Partisë Demokratike, pro zotit Berisha, dhe a keni marrë ndonjëherë në një falënderim, rinjoje, vlerësim, nuk e di, të këtij lloji që ju e keni mbështetur atë? Kujdes, sepse nuk është jam shprehur pro PD-s ose Berishës. Edhe një herë, jam shprehur kundra amerikanëve. Da, do vinte ajo është teza. Kjo është interesante. Teza XXL. Për mua, si më thua, është Berisha ose PD-ja në mënyrë kolaterale kanë përfituar nga ndërhyrjet e mia. Po ta them me sinqeritet plot, nesër PD-ja është pushtet, do ta mpresh shpatën më të gjatë se çka kam sot në kësaj majorancë. Kanë bërë të taluar kur që në pushtet, kështu që nuk pres, nuk e besoj. Vërtet se ku të pyetjen. Jo, nasim unë bëj punën time. Kam shumë shpesh ku janë gjëra që më shokojnë, mund t'i shkruaj eksponentëve të PD-s, me ata që kam një farë, domethënë komunikimi. Me kam shumë komunikom. Për shembull, po mund të ka qenë shumë vota diasporës, kam komunikuar shumë me Byli Bashën, me përvojën time që kam. Nuk hezitoj për shembull të çoj mesazhe dhe Gazmend Bardhit, që e shoh me ekuilibruar. Për sa i përket figurave politike, të dyja. Pastaj me gazetar, me koleg. Po me zoti Rama, me kryeministin Rama, keni? Nuk kam më. Edhe kemi qenë miq kuptimin e vërtet fjalës, sepse në listë jeta në Paris. Po, nga miq, pse u bot? Debati vjetër, nuk e di është publik apo jo, por i thuash, unë jem që shpesh jam pak si thuash maniak i gjërave ideore, ku nuk kam interesin tim personal, po jam maniak për gjëra që nuk shkojnë kështu. Këtë gjë që bëri që parë, gjithë për shembull që fitoi PS-ja me shumë vota dhe një kam i maniak i shpresë, kush vjedh një vezë, vjedh një lop, kështu që nuk e lejoj. Dhe ke Rama, si thuash, ai kam njohur shumë gjatë në Paris,
mua Rama ke një novic, nuk e di në shqip që themi fillestar, i politikës. Pra, për të vlerësoj, sepse kur hyn në politikë Rama nuk e besoj kur. Rama domethënë që ai sa një jetë në Paris, flisit për gjithçka, për shumë gjëra, bëri shumë humor, por që e urrente politikën dhe shpesh më tallte që më shikonte kaq një penjuar pikërisht i lidhur me vendin e asaj kohë. Të tallte Rama aty? Po. Më tallte sepse isha shumë i angazhuar me Shqipërinë, shumë i lidhur, shumë skanci. Pra kur hyra në politikë, mendoja se më në fund ishte një eksperiment, si kërkon bësh një eksperiment, ja më në fund një person kaq i shkëputur nga politika, kaq refraktar ndaj politikës, me siguri që ky do bëj namin, më fameza në kuptimin mirë të fjalës. Dhe vitet e para dhe më mbështetoj. Më erdhi pastaj zhgënjimi kur një miku im që një shumë mirë, shumë i formuar, arkeolog, jetonte në Francë, mik, shok. Kush? Marin Haxhimiali. Në mos gaboj djali i Nipi Alex Budës? Eksakt. Dhe me një kuranjo intelektuale të jashtëzakonshme. La jetën e favorshme që kishte në Francë, në Paris, në një pjatancë. Dhe vendos i kushtohet pasionit tij të dyfisht Shqipërisë dhe arkeologjisë, e ka mbaruar për arkeologji në Francë, dhe vendos të marrë drejtimin e asaj kohe të Apollonisë. Për mua është qendra më e madhe arkeologjike e Shqipërisë, më e madhe se Butrindi, me vlerat e jashtëzakonshme. Edhe pse është zbuluar vetëm 5%. Eksakt, kjo pikërisht e bën shumë interesante. Ashtu do i më mirë sepse do vjen gjëra. Bile më fal që ndërpres, një gazetar anglez, nuk e di edhe mund ta kesh lexuar, kur i thani bëj një reportazh në Shqipëri pse është rritur turizmi, ai e nisi kështu reportazhin nga Apollonia. Oktaviani ishte duke studiuar këtu, kur i thanë hajde se të zhvrar Dajo Cezarin në Paris, dhe nga ai moment ai qëndroi 50 vjet perandori i Romës. Eksakt, po plus i kam të diçka, do një tjetër anekdotë që më bën shumë emocionuese të lidhje të brendshme me Apollonin, fal një personazh i francez, Léon Rey. Léon Rey është ai që gërmoi në Apollonin. Edhe ka një detaj shumë vogël. Léon Rey filloi të gërmonte, kur flisi për samitët, për që bën Rama, më kujtohet Léon Rey ishte i pari që solli kroçerat që vinin në Shqipëri, pikërisht që vinin të shkojnë në Apollonin, Léon Rey. Wow. Vinin kroçerat në Vlorë. Domethënë, Léon Rey ka sjell kroçerat për të parë Apollonin. Eksakt. Një Shqipëri asaj kohë ishte vend muzulman, vend komplet i panjohur, dhe fal Léon Rey, të bukur. Në vitet 20. Eksakt, pak më vonë. Po 20-30 ai erdhi disa herë. Eksakt. Po të instaluar. Dhe kur gërmimet fillon nxirin ku e vepra, gjëra të jashtëzakonshme, bile tregon se si me diçka të tillë që ja sollën disa fshatar, një lloj amfore, në një gjendje shumë të mirë, shumë me polikrom me ngjyrë, edhe që vjen në Paris në Institut në Akademinë Franceze, që kërkon një zgjatje të mandatit dhe një zgjatje të përpjekjes financiare të Parisit që të mbash misionin e tij, i tregon pikërisht këtë anfor që i dhanë ata fshatarët shqiptarë dhe kjo mahnitën franceze. Po, duhet vi tani e thënë takim mbreti Zog, Léon Rey, dhe i thotë që këto që e përgozon për punën e tij, dhe i thotë që këto që po jeni, unë propozoj që t'i krijojmë një muze të veçantë, të posaçëm, dhe sigurisht ky muze s'mund të krijohet në Apolloni, pse nuk është ta krijojmë në Vlorë. Dhe Léon Rey thotë në kujtimet e tija që më bëri një pickim në zemër, nuk e ndjeja, por ishte mbreti, ishte ai që vendoste, e dija që do isha ters, e dija që do ndodhte diçka e keqe, dhe vendos në Vlorë, dhe në Vlorë muzeu shkatruar, bombarduar, shkatruar. Po, dihet. Dhe ju mërzit me Ramën pse i iku Haxhimiali? Edhe Haxhimialin që jutëm që la Parisin, u kthyen në Tiranë dhe e bënte vajtë e ardhja, sa kohë si ishte akoma kjo autostradë e sotja. Vajtë e ardhje e bënte Tiranë, Fier, Apolloni çdo ditë, me një kurajë të jashtëzakonshme që vërtet dhe më jepte edhe mua një farë, si thua, një farë kompleksi, nëse kujtohet ku Clintoni i thonë që s'mund të bësh president se i bëre bisht luftës në Vietnam, edhe unë them vetëm, do ti gjen zburimin, s'mund të bësh kaq
ndërhyrës në shqiptare, ku vetë nuk shkon në Shqipëri, jo thje Marini që më duket si ata që shkonin bënin luftë, shkonin në Shqipëri. Edhe kur marr vesh lajm që hiqet Marin Haxhimiali nga puna drejtor, që zëvendësohesh me një militant plak të PS-s. Sa qëndroi ai drejtor? 4-5 vjet, më 4 vjet. Po mima 4-5 vjet tani mbaron tani ajo? Ja. Luciano, e ke Luciano Bedenin, sa kohë e ke Bedenin që e ke në Marup, që është i jashtëzakonshëm Luciano. E ke në një perl. Tani, që vlerat e Marina Haxhimialit nuk vjen diskutim okej. Dhe ai është një lloj Leon Rei shqiptar. Besoj je dakord me këtë. Ja, po e them unë për të parë. Leon Rei shqiptar. Por një ka qenë Nitan Cekash. Më duhet ruaj më tepër për Nitan Cekën dhe për babain e Nitan Cekës, po që jo. Mirë, ai Hasan Ceka kishte një dimension, po themi më të madh sepse i kishte edhe Apollonin, edhe Butrindin, edhe të tjera madje. Por tani 5 vjet drejtor o Genci, pse u hoq drejtori tani? Mase gabojmë, po në institucionet kulturore nuk është norma. Është norma, sepse ka një vazhdimsi dhe njëherë keni ke Marubi, keni edhe në Louvre në Paris, drejtori është shpër një kohë djathtë. Po mënyra si u hoq. Dhe asaj kohe mora penën time dhe bëra një shkrim, domethënë turp që hiqnin para nipin e Alex Budës për ta dhe Rama zbëri asgjë tek nisësia e kulturës, tek zonja Kumbaro, arsye e parë. Arsye e dytë po ashtu ka qenë edhe rasti një diplomate e jep tonën në Gjenevë, tek misionin të Kombeve të Bashkuara. Një rast shumë i rënd edhe si të Ramës Edit po. Ishte domethënë shkëputur nga politika, bëu pak racional, gjë që s'mund ndodhin. Pak rëndësi kanë që mund ketë sherrë në diplomaci, luftat politike, po të arrish në atë moment që ti presësh një diplomate pagesën e siguracionit, pagesën e qartë shtëpisë. Do të thënë këto janë arsye pse nga mik je bërë armik me Ramën? Ti shkoj policia në zyrë, edhe ti mos ndërhysh ti si kryeministër. Dhe gjithmonë atë shikoj që Rama ishte si tjerë, pra Rama ishte edhe ai vetë viktim e këtyre lloj koalicionesh, interesash politike, që unë e dija artist, e dija lart në gjithçka. Dhe se treti pasaj mbrapa. I çojnë mesazh? Mesazhin e kam çuar shumë shpesh mesazhe, por ai që pasaj që i uri atë si thua që ajo. Jo, atë ktheu përgjigje. Po sigurisht që se përgjigje, po sigurisht që ja po kështu ja po ashtu po. Duhet diçka fundit do të interesojë tek bota e kulturës. Kujtohet kur erdhi në Shqipëri, koncerti i famshëm i Vjenës, orkestra e Vjenës, në 100 janarit. Edhe dona për mua ajo i uri kapakun gjithçka. Sepse ajo nuk ishte orkestra e Vjenës. Po kujt ishte? Ke fake. Dhe unë bëra vetë një ulumtim, u lidha me një kolege korespondente të agjencisë austriake të lajmeve, u lidha me drejtorin e Orkestrës Filharmonike të Vjenës dhe ishte një fake dhe Rama hëngi një dush të ftohtë, sepse kishte mashtruar dhe mbrapa pak shumë ide Ramës se ke filmi Koncertet e Gjashtë, ku marrin dhe shtatë që muzikë klasike. Thjesht sikur të shkoj për shembull një lojtar Vinicius të shkoj të bëjë një ndeshje në një vend të varfër afrikan, në Zimbabwe, në rregull. Një lojtar edhe shkon edhe në Zimbabwe të lajme që erdhi Real Madrid. Ai fatikisht ka krijuar një skuadër që quhet Real Madrid City. Shon flet një fjalë City, që nuk është Real Madrid. Dhe shajver. Kështu do të në Orkestrën e Vjenës. Ishte një shqiptar që ishte violin në kjo të bëri armik me Ramën? Apo kjo armik, është fjalë shumë e rëndë, po dhe një do kuptosh jam maniak i pastërtisë demokratike. E kam fjalën kjo është arsye mos arsyes time që ma dobëson ai shumë arsye sa për arsye vajtoj të rjetën. Eksakt. Kjo është arsye. Kjo është sepse edhe një herë nëse nuk ndaj vlerat me njëri, mund të ke pastaj mbrapa shumë mëbet dhe bilesot mund në 5 baton fare të kem muhabet edhe me një person që nuk e preferoj, fatmirësisht. Por Ramën e kisha mik, kur bëj diçka me mik, dikë mik se ndaj vlera me të me Ramën ndaja vlera. Tani, kam një pyetje të drejt për Ramën. Ky miku juaj që ndanit kohë në Paris në ato vitet e emigracionit të Ramës, ndërsa ju ishit një qytetar francez.
Nuk ishte migracion Rama, ishte për të bërë art. Ishte për të bërë art. Okej, gabimi im, po, për të bërë art. Jo, sepse eksponentë Partinë Demokratike i thonë kur ishte në emigracion. Kam i ditruar të marrë fjalën e tyre. Jo, ky është korrekt. Jeni ju. Ai sot ka bilancin personal politik më të mirin nga gjithë politikanët e tjerë. 16 vjet kryeministër, 11 vjet kryetar bashkie, 2 vjet ministri i kulturës dhe pak 1 vit e pak muaj kryetar i Partisë Socialiste në opozitë. Tani, Sali Berisha nuk e ka këtë bilans, Fatostano jo, Ilir Meta jo, Pandeli Majko jo, Bashkim Fino jo, domethënë gjithë ta peshat e rënda të politikës shqiptare, Edi Rama është numri 1. Tani, a e vlerësoni faktin që Rama ka arritur dhe ka një bilans se ka askush dhe kjo nuk bëhet për mungesë aftësie, kjo bëhet për aftësi. Jo, parë. Roland, du di çka, në momentin kur babai i bashkimit të 2 Gjermanive, një nga politikanët më fatgjatë në Gjermani, Helmut Kohl. Personazhi që në histori mbetet me atë fotografinë e dhënies së dorës, nuk e di në kamera këtu, me François Mitterrandin në Verdun për të lidhur, për të çmentuar bashkë lidhjen franco-gjermane që i dha lindjen euros. Kur ai personazh ty u sharuar në historisë, të doli korruptuar. Që dhe njerë, bilanci nuk është ta, po, që ndronë ti në pushtet, mund të jetë bilans për Ginesin e rekordeve, politika nuk është sport. Dhe marrim bilancin nga ana efikasitetit. Këta gjëra, ose 2 gjëra. Por nuk ndihesh mirë që shoku yt i të kurshëm është rekordmeni i kryeministrave mbas Mehmet Shehu. Absolutisht jo. Jo? Jo, sepse nuk është politika nuk është qëllim në vetë. Politika është, nga thënia greke, është polis, është të bësh politikën e një qyteti, është si të jetojnë banorët e një qyteti më mirë. Nëse bën 2 vjet, po ndryshon jetën e njerëzve, dhe jeton që don 12 vjet, 16 vjet, 20 vjet, në bën gjithë të madhe, nuk ka kuptim. Nëse Trump ditë largohet pas 3 vitesh, ka 3 vite gjysmë. Nëse në këto 3 vite gjysmë që nga ngelur, arrin dhe bën diçka radikale në jetë amerikanëve, do bëhet mend historisht, por shumë mirë, shumë më tepër se të tjerë që kanë bërë më shumë mandate. Kështu që edhe një herë, nuk e vlerësoj bilancin tek gjatësia, e vlerësoj ke brëndësia. Te brëndësia Rama e mori Shqipërinë në 2013 në vendin e fundit ballkanik nga ana ekonomike. Shqipëria është ende sot në fund ballkanik. Do të thoni për dakord, po ishte shumë larg. Po dhe Polonia ishte shumë larg. Pse nuk e arriti sipas jush ky miku ju i vjetër ose siç thoni ju djalë Tirane, se kjo përdoret kjo shprehje, se kam pasur edhe në studio. Djali formuar me background edhe familjar etj. Pse nuk arriti ky të bënte këto, se pa ardhur të majtët në pushtet thoshin, "Amo erdhën këta të zot Berisha, erdhën nga Tropoja, pushtuan Tiranë." Ja pra, djalin e Tiranës e keni. Pse e sulmon tani? Pse e kritikon? Apo nuk udhiqem nga parimet etnike për të sulmuar dikë. Fare. Si puna, ku ka qenë student në Francë, isha ke restorant Cruz, quhet restoranti për student. Që haje për 10 franka atëherë, sot për 2-3 euro. Edhe më thot se një student afrikan, ke thot një tallon për mua, thotë, jo s'kam thash. Nga që jam i zim, tha, jo, thash edhe për të që i bardh si bora, nuk t'jep se s'kam. Kështu dhe puna kësaj. Nuk e be bilancin në bazë etnike, sepse tjetri është verior. Kështu i the, edhe po t'ishe i bardh si bora? I bardh si bora, zot jepje se s'kam. Nuk është se të plotësojmë nga ngjyra e lëkurës tënde. Kështu që nuk plotësojmë nga Rama se është djalë Tirana, apo nga Berisha se është djalë. Dhe një herë unë marr, do të jesh racional në kriteret. Edhe një herë Shqipëria u mor në duart e Ramës në vendin e fundit. Klasë europian, po ballkanik. Dhe prapë sot mbrapa Malizzi, mbrapa Serbisë, mbrapa qytetit periut, për sa i përket pensioneve, minimumit jetik, investimeve të huaja. Dëgjoj shpesh për shkakun që Shqipëria po boshatisët. U di që unë nuk shokohem atje. Pse? Po bëhet nami, do keni pak. Nuk është aty problem. Shikoni sot Malezi ke 600.000 banor. Shumë më pak Shqipëria. Pa jeton në Malezi. Ku është parë që masa demografike përbëka fuqinë ekonomike. Ka vënë më të pasur se Luksemburgu.
Edhe një herë, nuk është kjo referenca, po shtatisët vendi. Referenca edhe një herë sot është një kampionat futbolli, po s'ke mirë drejt kategoria. Sot Rama e mori Shqipërinë në vend të fundit të kampionatit, Premier League, me një kampionat ose Liga Spanjolle, dhe prapë në vend të fundit e kemi sot. Nuk duhet kritikoj Ramosën. Dhe në thoni dhe një, po vinim nga larg shumë. Polonia sot, së më ta kuptoni ju e sot në Shqipëri, sa larg ka shkuar Polonia, sa larg tje, dhe sa është bërë sot Polonia një vend, një superfuqi e Evropës sot. Sa që rebelioni buxheloze. Zoti Burimi, se tani ju jetoni në Paris, po ne s'kemi as 10 nobelist, ne s'kemi as 10 shkencëtar. Sti ka Malizi, i ka Serbia. Polonia ka. Po që nga në ekonomike ke shumë larg, do të them që po bëre reforma, po bëre një udhëheqje, vërtet patriotike. Po pse si e ka bërë në shërbim të njerëzve, e ka bërë në shërbim vetes ti. E ka bërë pikërisht atë që theti mua. Rama ti, bilancin e Ramës më habite si gazetar, si koleg i dashur, ma vure bilancin me qenë se pas ka qenë 16 pushtet. Pse bilancë është ky? Zoti Burimi. Rama tha, sa zgjasur në pushtet edhe jo sta e bëjë Shqipërinë. Zoti Burimi. Të ardhur për frymë, të kaloj të pastë Malnezi, është turp. Vend në 600.000 banor, na e kalon neve, s'po ta pranoj kurrë. Zoti Burimi, si një gazetar, analist, po më shumë si një intelektual, një republik, që keni bërë kritikat forta për Shtetet Bashkuara të Amerikës për mënyrën se si kanë vepruar ato në Shqipëri, unë po të them publikisht që do të dhuroj librin tim Ambasador Amerikan në Shqipëri 1922-2022. Më thuaj vetëm që do ta dërgoj aty në Paris me në një formë, në një mënyrë, do ta dhuroj për të parë se si dhe çfarë ka bërë Amerika për këtë Shqipëri. Do të thënë, ne jemi sot shtet, Kosova është shtet, se deshi Amerika. Dhe në mënyrë modeste po them, në atë libër unë pretendoj që kam sjell disa gjëra të reja, kurioztare, po me studime të thelluara, dhe kam dëshirë ta lexosh dhe jo të më japësh gjykimin si është libri im, po të japësh gjykimin për marrëdhëniet me Amerikën. Me shumë kënaqësi. Tani ka një arsye të veçantë që ju kritikoni Amerikën, e bëni se jeni shtetas francez, e bëni se nuk jetoni në Shqipëri, e bëni për, po themi, për qenë kundër rrymës, sepse përqindja më e madhe e shqiptarëve mbështesin Amerikën, apo për çfarë e bëni, sepse në atë pikëvështrimin tim na njerë më duket nuk e njihni raportin e historik të Shqipërisë me Amerikën. Mund t'jem gabim, më kupton, në pikëvështrimin tim thash. Në pikëvështrimin tim ndoshta them që nuk i keni informacionet e dura të momentit për vitet e fundit se si ka funksionuar diplomacia amerikane në Shqipëri e të tjera. Ka një arsye të veçantë pse keni bërë kritika kaq të rënda? Ka një arsye që si përmendët, se kam bërë shkenca politike, jam historian, dhe historia, shkenca politike më mësojnë që nuk ka në emër ndërkombëtare marrëdhënie të bazuara mbi nderet e të kaluarës. Dhe po që e kështu, i bie që sot ishim në armiqësi me Turqinë, meqenëse Turqia na pushtet 500 vjet. Po që kështu, i binim sot që ishim ne Franca në armiqësi me gjermanët, meqenëse gjermanët bën atë që dhe sot e kemi dëshirë ta imagjinojmë. Kështu që ku është parë dëgjuar që mëse që na kanë bërë ta një nder para 100 vitesh? Jo, nuk na kanë bërë der. Ne besoj. Ata na kanë bërë shtet. Librin të më shumë se nder, super nder. Jo, fjala nder është kështu, sikur na kanë dhënë një darkë. Po super nder ka bërë, super Jo, është pak, nuk ka fjalë për atë. E dit, shumë shqiptarë nuk e din që shteti bulgar është krijuar prej Rusisë së Carit. Bullgaria takonte perandërisë. Po mirë, ato lidhen me fenë. Ta mbaroj. Mos më ndërpre. Okej, po thjesht Fare. Lidhesh pikërisht me interesat ruse për të arritur në detat e ngrohtë, interesa që u bllokuan nga serbët. Shumë gjë dini gabimin. Serbët dhe rusët nuk ishin shumë bashkë. Se serbët donin të ishin autonom. Dhe ç'bën rusët? Blen me parandor pavarësinë e Bullgarisë, ja blen Bullgarisë Turqisë. E ti mendon se në emër të kësaj Bullgaria sot më do të jetë
rjetë krenare dhe minjose ndaj Rusisë. Tani të krahasosh Amerikën me Rusinë dhe Shqipërinë me Bullgarinë. Të thash edhe një herë, të dhash një arsye që ti s'e përmendë. Jam historian. Dhe si historian nuk vjen në kohën e shkurtër, vjen në kohën e gjatë. Quhet Amerikë, po quhet dhe Zoti. Ti mendon se sot që Amerikë që i ka bërë nden shumë më të madh Francës sa Shqipërisë. Përndryshe siç tha me drejt para një jave Trump, i pan-amerikanët, ata francezë do flisin gjermanisht, a e pe ku e thatë në bazën ushtarake që kushtojnë në Arabi Saudite? Është shumë të gjatë. Ti mendon se ne për këtë nder që na bën amerikanët asaj kohe, do vishim në qerrën e rrotës së Amerikës, që do na trahtonte siç trahtoi sot? Zvlen krahasimi mendoj. Ta mbaroj. Jo, të vjen ty mirë, të vjen mirë, po ky është debat i dashur koleg. Ti mendon se ajo Danimarka e vogël, kaq Danimarka, kaq. Që gjithë luftën e ftohtë është ruajtur nga Amerika. Ti mendon se në emër të kësaj, të tinderi, të madh që i bën Amerika Danimarkës, Danimarka të qep gojën. Sot Groenlandën merr i dashur, merr ta fala. Jo. Është mendim shqiptar. Është mendim shqiptar. Është mendim kanuni. Ti do thotë sot i shtet. Shteti ka interesa sovrane. Dhe Franca pletosh kishte drejt. Thoshte mos i besoni Amerikës sepse Amerika është një vend historikisht izolacionist. Edhe Roosevelt që izolacionist hyri në mënyrë komplet pa dashje në luftë kur sulmuan në Pearl Harbor. Francezët leten shumë, din shumë. Dhe do rritë aty. Ja që Amerikë sot i trahton perëndimin. Është krahasim që është i sforcuar zoti Burimi. Opinionit? Po mirë, opinioni yt. Sigurisht opinioni yt. Që kur unë e sulmuaj Amerikën para 3 vitesh, pardon nga Berishën, që sot është një Evropë e tërë që sulmon Amerikën. Kur dhe mendonte. Dhe jam shumë kurioz sot. Do doja fare mirë. Si është për një ushtrim intelektual nëse Trump do t'i hiqte non gratën Berishës? Çfarë do thonin këta KPS-ja? Ka gabim Amerika? Jo, çfarë do thonë asgjë do thonë, çfarë do thonë? Do thonë ka gabim Amerika? Amerika shitur? Do të thënë, kjo jeni interesant për juve, sepse kur nuk shkon sipas papëqit tuaj. Jo, po s'ka ardhur ky vendim. Kur të vi ky vendim do japim komente. Prandaj po them unë ty që jam shumë kurioz, ti je nga ana e një ushtrimi intelektual të shoh këta që mua më thonin dje si anti-amerikan, nga që thonë që është e padrejtë të shpallësh një non grata pa vendim gjyqësor që s'ndodh në Evropë. Po janë dhe amerikan, i për rus. Po sot që për rusi më i madh është Donald Trump. Të do dëgjojnë në Shqipëri këto komente, këto debate intelektuale, filozofike si kemi shumë në Francë. Ku jeni më shqiptarë juve për amerikanët sot? Ja që Amerikë sot që është për ruse. Jo, kështu. Që librin do ta lexoj me shumë interes, sidomos pjesën midis dy luftave ku një amazoni madh amerikan ndihmoi shumë qifut nëpërmjet Shqipërisë, fal hebrej, sepse në Shqipëri ishte me qifut. Është një pjesë historike që më ndihmon shumë, po dua po ashtu të studiosh edhe një francez shumë të madh, Benjamin de Constant, pas të cilit Shqipëria hyri tek shoqëria e kombeve. Sepse ajo që bën amerikanët nuk që shumë revolucionare, për dy gjëra që bëri Wilsoni. Falë për klasë histori. Wilsoni e para punës edhe Lenini po ashtu denoncoi ato marrëveshjet e fuqive të Angli, Francë dhe Itali. Së dyti, dalimet e Wilsoni me 14 pika, Wilsoni thoshte fjalë shumë dhe për Serbin, dhe thoshte që Serbis i duhet një dalje në det. Wilsoni? Jo. E ka thënë në janar. Jo. E ka thënë, do të dëgjosh librin, unë do të çoj çka ka thënë Wilsoni për Serbin, që Serbisi i duhet. Janë në libra ato, po mos e kalojmë debat, sepse ai ka thënë të japësh Serbisë daljen detën sikur të japësh një të çmenduri automatik u ndor. Në rregull, do të shkruaj mesazhe bashkë. Do lexosh librin tim dhe unë me shumë dëshirë, me shumë kënaqësi do doja që të diskutonim. Por gjithmonë Amerika ka gjithmonë sabotuar që Franca të ketë bombën atomike dhe fati i madh. Po, pse çoi Franca ato Statue of Liberty e çoi atje në New York? Ku lidhet kjo me debatin ton?
Si? Ku është lidhja e kësaj me debatin ton? Diçka që ka ndodhur në shekullin 19. Ku është lidhja e kësaj me debatin? Sepse thash kampioni i demokracisë? Pse e bëri Franca atë? Më dhe njerë, ti ngatron të kaluarën si në kanun me të tashmen. Gjenerata e fëmijëve tanë nuk e ka njohur këtë gjë. Fëmijët tanë sot, që janë në Shqipëri, edhe ne nuk e kemi jetuar 28 nëntor 1912, po e njohim shumë mirë. E di, po dhe njëherë jeton në botën aktuale. Isha dje në një drek me ca miq francezë dhe një djalë i ri. I thash një për tyre, thash ti më ngjath shumë një personazh që donim shumë në Shqipëri, një aktor filmash, po tha, cili tha? Jean Marais. Që është magazin tha. Dhe ky i riu 30 vjeç, 29 vjeç në tavolinë, kush është? Jean Marais, i francez. Nuk e njihte, i francez, 30 vjeç, nuk e njihte Jean Marais. Shumë dhe një. Ai ti interesant këtë telefonit celular, të këtë modeli fundit i iPhone-it, interesant të ketë punë mirë, të ketë familje, që dhe të rinë shqiptarë sot të kënë ndryshe. Okej, zoti Burimi, po. A besoni ju se Shqipëria do antarësohet në BE jo vetëm ashtu si tha Rama, por si tha presidenti i vendit nga jeti, do të thonë që ke në shtetësi tjetër, pra Emmanuel Macron, që brenda dy shtetësi, në vitin 2027. Jo, Macroni bëri një lapsus. Pse? Jeni për me 1%. Këto që bëri një lapsus për Kosovën, këto, kur herën e parë që një lapsus i bëri të madhe. Herën e parë. Pse ngatroj, herën e parë nuk e tha ke samiti, e tha të nesërmen, tek ajo konferenca që u bë nga ish e shoqja e Sarkozys, nga Cecilia Sarkozy, i solli presidentin e fondit Sobran Arab në Tiranë, pra samiti që u bë në sallën e Teatrit të Persperit, apo jo? Aty foli Macron, pra ishte diçka, domethënë, që nuk ishte zyrtare, pirsa diçka që unë e pash live dhe u habita shumë kur dia presidentin e vendit ku e banoi, të thoshte që demokracia nuk është në sot sistemi aq i dur për sfidat e momentit. Demokracia ka shumë burokraci, nuk është efikase si janë disa regjime të tjera, dhe ja çulla një këshilltari të Ramës, që e ka mik, tash që po thot Macron në Tiranë, nuk po thotë kur në Francë. Demokracia nuk është efikase. Jo, kjo 2027 se besoni? Edhe në moment tha, bëri një lapsus, tha që brenda 2027 mbarojnë bisedimet, po jo të Shqipëria në BE. Kur me 4 këtë mbëlla nuk thënë Shqipëria në BE, për para brenda 2027. Se vetë Macroni nuk është në pushtet në 2027. Në muajin maj, ai largohet përfundimisht nga politika nga presidenca. Kështu që edhe një herë mos merrni me këto llafe kafenesh që e tha në një podium për t'i bërë qefin. Po si llafe kafenesh, ai e than Samida dhe e than takime kryeministit Rama. Nuk ka Samid dhe një herë. Jo, nuk e tha ditën tjetër, po ditën tjetër. Po siç e tha në konferencë, çeti se merr lapsus konferenca e Shqipërit si bërja të gafë madhe për Kosovën? Apo jo? Edhe se merr si lapsus. Kish për jemi. Po dhe njerë sot të jemi racional, haroj Macronin, haroj dhe njerë sot të jemi racional, kartezian, nuk ka shansin më të vogël, më të madh, që Shqipëria të jetë antare e BE-s në 2027. E pamundur unë të sfidoj. Po 29, jo. Mos më sfido mua njërë, se unë jam i lundur tjetë edhe sot, mos më sfido mua, po sfido ke Shqipërin, po në 2029. Po që të gjë, po folë për Macronin, pra dhe njëri ishe lapsus, që në shëtën urohet, shpresohet, imaginohet, që të mbarojnë negociatat, pastaj fillon procesi i ratifikimit nga që parlament, dhe vjen procesi francez, ka shumë nëci, i cili është me referendum. Dhe unë sot, nëse flet pa frëngjisht, të këshilloj, të futesh fjallën Albani në artikull shtypi francez të tanishmit, dhe thjesht shkon brapa artikullit, shkon brapa ke qatet, pra te komet të njerëzve, janë le betitëse, do t'i qoj përdeshe, do t'i qoj një loj. Mi qo? Po të purie. Dhe shkosh imazhin që ka Shqipëria aktuale në Francën aktuale. Nuk ka shans. Plus që njëse vjen Le Pen në fuqi, jo Shqipëria s'ka shans. Ata janë francez? Francez të gjithë Figaroja. Tani një qik edhe ti i ke ndihmuar ata me këtë.
është akuzë që është një goditje që për poshtë ripi patallonëve. Që më ka të papritur që... Zoti Burimi, kam nxjerr një listë të tillë. Mehmet Çeu 27 vjet e 3 muaj. Edi Rama 16 vjet, Enver Hoxha 9 vjet 9 muaj, Adil Çaçani 9 vjet 1 muaj, Sali Berisha 8 vjet. Kryeministra këta në detyrë. Cili është komenti juaj me që ju jeni dhe njohës i mirë historisë? Rekorde të trishta. Të trishta, sepse më doja që në Shqipëri, dhe mos pas rënies së Murit të Berlinit, pas rënies komunizmit, që në Shqipëri të vijesh limite në mandatin e kryeministit. Meqense Shqipëria është republikë kryeministërore, pra republikë ekzekutive, siç e ka Franca dhe Amerika që janë republika ekzekutive, jo parlamentare. Është shefi i shtetit që ka në dorë edhe qeverinë, si në Amerikë, si në Francë, më bukur, edhe Shqipërisht këtë gjë. Do doja që Shqipëria pikërisht që të largohesh një herë përgjithmonë nga kulti i individit, të kishte një ligj që ta kufizonte në 2 mandatin e kryeministit. Le të fitoj e njëjta parti PD-i dhe 100 vjet, por që të largohesh nga ky kult individi, siç e bëri Franca me Amerikën, bënë për të vetës tek këto 2 vende me kushtetutë e limituan e kufizuan në 2 mandatin e presidentit. Do ju jeni duke thënë që kjo duhet bërë e sankcionuar në kushtetutë 2 mandate. Dhe ky është gabimi për mendimin tim i partive të vogla që nuk e sollën të propozim, që mund të japi shpresë vendit. Përndryshe me Ramën sot do të jesh mund të jesh edhe derisa të ketë ymër, frym Edi Rama do të jesh pushtet. Okej. Tani do kemi disa fotografi zoti Burimi, e do doja një koment. Jemi në një pjesën, po themi, përmbyllëse të kësaj interviste. Cili është komenti juaj? Zhgënjyes. Disappoint? Zhgënjyes. Po pse? Në anglisht nuk e di. Décevant. E di frëngjisht për në anglisht, décevant, zhgënjyes. Zhgënjyes edhe një që kur u poshtërua të kërkoj zgjatje mandati. Tregu. Është gabim kjo të kërkoj zgjatjen e mandatit? Është po aq gabim dhe po aq çmenduri sa Emmanuel Macron apo Donald Trump. Ja ta jap një arsye sepse është shumë teknike, se ndoshta edhe se ke informacioni. Mbas. Spagu ka 5 vjet e 5 muaj, po themi që është ndërtuar. Në 3 vite, gati 4 vite, nuk ishin ngritur strukturat dhe nuk ka funksionuar normalisht. Mungon të BKH-ja, kishte shumë pak prokuror, sepse ishte çështje vetiku, nëse të kujtohet. Dhe 1 vit ka që ka marrë formën siç duhet të ishte mbi bazë të ligjit. Kjo është një arsye shumë e fortë. Base, po unë jam jam maniak i demokracisë, maniak, nuk jam progresist. E ke në kushtetut, respektoje. Ti mund të jesh çfarëdo lloji argumenti, çfarëdo lloji justifikimi. Siç e gjeti Erdogani, që bëri në mënyrë të padrejtë një mandat të tretë. Si mund ta bëj dhe nesër Emmanuel Macroni, që para mirë mund t'ja bitor heqet, e thot, mandatin e tij nuk e mbarova të plot, që i kam të drejtë bëj një mandat të tretë. Siç mund ta bëj edhe Donald Trumpi. E gjitha këto janë justifikime. Nëse ke një kushtetut, je shumë internacional, Genci. Flas nga Parisi, jo nga Vaqari. Jo, ne jemi këtu te Komune Parisit, nuk kemi Vaqar. E di ku është Komune Parisit, se ti jeton në Paris, po Komune Parisit jemi ne këtu. E di, po Komune Parisit nuk ka shumë imazh të mirë në Francë. Ata dogjen Bashkinë e Parisit. Po pse duam ta dim shumë neve se s'ka Komune Parisit imazh të mirë në Francë dhe ti nuk e merr me mend se ç'a imazhi të mirë ka këtu në Tiranë? Foto tjetër. Më bëre. Komenti juaj? Të dua edhe unë shumë. Po e bëj për francë një shprehje frëngjisht është je t'aime moi non plus, të dua unë jo. Kjo është të dua dhe unë shumë. Është një të dy kanë gjetur interesat e jashtëzakonshme ke njëri tjetrit. Rama sepse me Macronit, njëri si Macroni, ai dhe një herë justifikon zgjatjen e një pushteti që është tashmë shumë i gjatë, dhe Macroni sepse ka në këtë zonë kaq të turbullt si e Ballkanit perëndimor, ku në rast konflikti është Franca që mund të çojë ushtar, asnjë tjetër vend
Macroni ka gjetur një ishull stabiliteti geopolitik me Edi Rama. Po mirë, po i pari Shqipërisë me të parin e Francës, nuk ose i kemi parë dëndur në këto 100 vitet e fundit, zoti Burimi. Disa fotografi ka kështu Macroni me diktator afrikan? Jo, Macroni ka, po sa a ka Shqipëria me presidentin e Francës? Diktator afrikan janë shumë poshtë Shqipëria, në afrikane. Që nuk për mua dhe njëherë nuk tregon gjithë madhe. Asaj qef kisha të jetoj një 2 vjet tani të mira, kështu po mos lëvizje fare, mos i ke fare as në Paris, as në komunë e Parisit, po këtu në Tiranë. Sepse në këtë rast, më ndjerë dhe fotografinë me midis Berishës edhe Bushit, që do thojë? Po pa diskutime dhe ajo madje është akoma me më shumë vlerë. Nuk të ndohem fare nga të fotografish, fare. Cili është roli i Sali Berishës në historinë e Shqipërisë? Është presidenti i tranzicionit. Që në mbajtë më në Ramas, nuk do t'i japësh dot një epitet, por pakon ky dihet që historikisht ishte presidenti i kalimit nga një regjim monist në një regjim pluripartist. Sigurisht që nuk e bëri vetëm, unë kontribuova me shumë të rinj kur hym në Gregurie që ky zotëri më pas e krijonte PD-n dhe ta drejtonte. Neve asaj kohë kishim planë të krijonin Partinë e Studentëve. Për këtij ndrua me emrin dhe bëm Parti Demokratike. Kjo do bëhet më. Pra, presidenti i tranzicionit, pra i kalimit të Shqipërisë nga një sistem monist në një sistem shumë partijak. Kaq. Po kështu në theshtata 2021 këto nuk i kujton? Do haron sepse në theshtata? Po do haron që është i lidhur me këtë, që është i lidhur sepse si thua në theshtata është shumë tepër lidhur me një mentalitet shqiptar që donim të pasuroheshim shumë shpejt. Dhe Berisha s'mund të jetë, si thua, diçka sui generis, diçka shkëputur nga një mentalitet. Sepse edhe ky, ku erdhi në pushtet në 92-shin, përfundimisht, siç premtoi Enver Hoxha në 45-ën, që me komunizmin do ha me luk floriri, dhe në farë mënyrë këtë premtoi që me kapitalizmin do ha me luk floriri, sepse në kapitalizm është sistemi që lejon të shpërthet inovacioni, të shpërthet sipërmarrja, dhe nuk e arriti. Dhe prandaj ky lejoi piramidat financiare në mënyrë që me hile shqiptarët të pasuroheshin më shpejt dhe paguam shtrenjtë. Pra, ishte produkt një mentaliteti që vazhdon ende dhe sot, ai mentalitet shqiptarët duhet të pasurohen. Do iki nga drejtimi i PD-s? Nuk e besoj. Jo fare. Ashtu siç nuk fare, ashtu si Jo. Le Penin e hoqi vetëm mosha. Që zuri e bia, po ky vetë në asnjë mënyrë. Nuk e di, nuk kam i sigurt nëse do të jetë i aftë për një sfidë të re pas 4 vitesh, sepse mosha bën vetëm. Por që ky vet jo. Okej, foto e fundit, mos gaboj. Si parashikon 4 vitet e ardhshme të qeverisë socialiste dhe të këtij parlamenti? 83 mandatet PS-s, 50 mandatet PD-s dhe të tjera partitë e vogla. Në rast para një, kujdesni pra aq sa nuk janë certifikuar zgjedhjet dhe një herë të presin. Nëse duam të jemi për të rinjt që na ndjekin, gazetar me përvojë profesionist, sot në Shqipëri është ende një proces kontestimi, mos ta harrojmë të gjë. E para, kjo shifra 83 me 50 mund ndryshoj, mos harroni në SBA në kohën e Bushit, sa kohë zgjati rinumërimi i votave tjera. Kështu që në moment jemi, po nëse marrim të fotografi të momentit, është edhe një provizore. Në këtë rast unë do të them që do të përjetojmë atë që përjetuam në vjeshtën e kaluar, pra një parlament plakadanësh dhe një parlament ku do dihen potuqe apo karige përpara parlamentit. Do të jetë vazhdimësia e asaj që kësaj kohe ishte vetëm Sali Berisha mishërimi i radikalitetit, sot janë bërë të gjithë si Berisha, sot edhe më paqësorët, edhe më të moderuarit si Tabaku apo Bardhi, të gjithë sot janë unanim që në Shqipëri zgjedhjet janë vjedhur. Dhe kjo është shumë e rëndë për demokracinë, sepse sot Rama nuk të mbyll gojën Berishës, por si do i mbyll gojën Bardhit, Tabakut apo dhe Ali Mehmetit, që të gjithë sot kjo mua më shqetëson sot,
që në perëndim të kishte një parti numër 2, që të thotë që demokracia është shkelur në këmbë, është tepër e rrezikshme dhe është një problem i madh për perëndimin. Prandaj perëndimi sot po vë kushte të jashtëzakonshme që të mbarojë reforma zgjedhore siç do perëndimi para 2006. Ky parlament nuk mund të vazhdojë në këtë mënyrë ku partia kryesore unanimisht ka mendimin dhe bindjen se nuk jeton në një demokraci. Jemi në fund dhe do doja diçka personale. Si është jeta juaj në Francë, në Paris, zoti Burimi? Është shumë e bukur. Vërtet nuk dua të mburrem, por që është një qytet i jashtëzakonshëm nga ana kulturore. Është mezi pres që vjen weekendi, sepse ka kaq shumë ekspozita për të parë. Po deri parë në weekendi, cili është impenjimi i angazhimi juaj? Punë, gazetaria, merrem po ashtu dhe ndihmoj edhe të rinj, jap këshilla, formoj të rinj që duan të krijojnë ndërmarrjet e tyre. Jam shumë liberal në aspektin, jam i djathtë pikpamje që fuqia e një vendi vjen nga ndërmarrjet, vjen nga sipërmarrja. Jo, ju punoni gazetar ku? Punoj gazetar në Art de France dhe merrem shumë Radio Franca, Radio Franca Internazionale ka publiku më të madh dhe ka sot në Afrikë. Është një radio 100 vjeçare, RFI-ja, dhe auditori më i madh sot 8% është në Afrikë dhe unë merrem pikërisht se si shikohemi neve në Afrikë. Dhe jam shumë njohës i mirë i botës afrikane dhe jam shumë i shqetësuar dhe shoh këtu një rrezik për Shqipërinë. Shoh shumë paralelizma. Pse? Sepse në Afrikë këto vite ndodhi kjo që po ndodh në Shqipërinë pa perëndimorë që u rrihnin krahët diktatorëve afrikanë për arsye të ndryshme, shumë shpesh, nuk është një legjendë, për arsye lëndësh të para. Sepse duke mbrojtur këtë president të diktator, me atë kisha marrëdhënie të mira, kisha këtë akses në këtë minierë etj. Me ardhin e rrjeteve sociale, rinjt afrikan e duronin gjithnjë e më pak këtë lloj marrëdhënie, do të thënë incestuale, por kanibale, sepse që të mbroshin diktator. Okej, se na çove në Afrikë, na çove. Ne këtu, me thënë drejtë, shikoj vetëm nga Evropa, shikoj fare nga Afrika. Tu duhet vi. Dhe një moment këta afrikanë që denoncuan kaq shumë lirjet e diramave afrikane. Diramave afrikane, këtu e teprove këtu. I nuk e tërme fare. Po thuj qatë dushe diramës, po të thoshe diramës afrikanë tani. Të lutem këtë me një personazh që një të gjëra. Sot ke një në Afrikë, një ish funksionar të lartë të FMN-s, Ouattara, që drejton një komp të madh afrikan, që është Bregu i Fildisht. Ouattaraja që e dirama e Bregu i Fildisht. Ouattaraja çarbëri, bare mandatin konstitucionit dhe prezident dhe ka ndihmën e perëndimit dhe prandaj në Afrikë çfarë po ndodhë, kjo është ndodhi me Shqipërinë. Nuk na impresionojnë krahasimet me Afrikën, jo. Ka ardhur sot në Afrikë një urrëtie kaq e madhe ndaj. Po në Afrikë, jo në Evropë, në Afrikë tani, ç'lidhje kemi ne me Afrikën? Në Shqipëri, drejt sa rrugë po shkoni, unë në Shqipëri do filloj të ketë një urrëtie të perëndimit që nuk ndihmon demokracinë shqiptare, por ndihmon interesat gjeopolitike. Kjo ndodhi në Afrikës. Cila është familja juaj, zoti Burimi? Familje personale, politike apo ideologjike? Jo, politike mbaruam, kemi 2 orë që flasim për politike. Personale, do doja disa detaje, sepse ju her pas here keni publikuar. Çiko, un kam si familje madhe, kam nënën dhe motrën e kam avokat, një kabinet shumë madh në Francë. Paris. Mamën e kam Paris, pensioniste, që më ka qenë në Shqipëri edhe shpesh kam kujtime të dhimbshme, ka qenë radiologe në Shqipëri, efektivi. Dhe kur i them të francezëve që regjimi ishin ato aparatura ishin kaq të vjetra, ato rrjetet rëngen që të deportonin, pa që regjimi komunist ishte i vetëdijshëm dhe i nxjerrte në pension që në moshën 45 vjeç. Këtu se kuptojnë. Aq shumë ka fatin e madh që më shkon shumë mirë, fati që është në Francë mbase dhe është në suvejim mjekësor të vazhdueshëm, por që kam familje të vogël. Ime më është krenare sepse është dhe edhe unë jam kënaqur për të sepse u mundua për shkak të atij regjimi të qelbur komunist të huaj një ndarje në moshë shumë të re, 90 vjeç me 2 fëmijë, kam qenë i vogël. Se i mat ishte komunist, si shumë në Shqipëri, punonte. Kush ishte babai juaj?
Baba im ka qenë oficer tek lokacioni, oficer radarësh, tek mbrojtje kundërore. Në pjesën e afërdhapit treshit. Po, edhe mbaj mend shkoj i vogël shpesh, do të bëjsha kozmonaut sepse më çotet ato aparatura që shikoj avionët. Edhe i mat, diçka që ndosi në një roman të Maupassant në Francë, ra në dashuri me një kolege, ndof. Por që dishmi, ti me më, por në atë regjim të mallkuar, ti nuk mund të alije gruan pas një arsye, vetëm për arsye biografie. Dhe i matë për të bërë jetën e tij me atë grua që deshte më pas, u detyrua të hulumtoj, të gërmosh në kaka, në të kaluarën e TBM-ja dhe zbuloi që gjyshim ke vdekur prekosh në kohën e regjimit para regjimit komunist, mbretit Zog, ishte qenë xhandar. Dhe kjo është betësia e libi që biografia e TBM-ja që e keqe dhe në të mënyrë partia mund ta validonte ndarjen. Dhe më ka vojtur shumë për të, shumë. Do të bëja shkollë të mirë. Po ka vojtur sepse në çdo rast gjeni biografinë, edhe unë pastaj bëra shkollë të mira, nuk u martua kurrë, pra unë isha 5 vjeç asaj kohë, me moto ishte 4 vjeç, dhe ishte 29 vjeç, prandaj jam kënaqur për të që një grua fort, dhe është një grua fort edhe familja është gjë e madhe. Këtë gjë që kemi me familjen ta kemi edhe me vendin, edhe duhet bëj diçka ta mbaroj këtu. Dirama do kujtohet, ose unë si personalisht, ta bëj me Dirama si personazh i aftë të bëhet mik me këdo. Jashtë. Dhe me një Erdogan, dhe me Vučić, dhe i pa aftë të doj opozitën e vendit të tij. Dhe kjo mua më shkakon. Unë ti mat, përpara të liste, 35 vjet mbrapa, edhe nëse i më shkëlqylloi në mënyrë të fortë, të rreth, shkova dhe takova ti mat 35 vjet mbrapa në Tiranë. Çiste bukur. Berisha i kështë e bërë në pension para koshën, një pension ushtrak, as buk të hamë të s'kishtë shumë. E takova se përtim, du t'ishtë të falë është një jetë. është familja jote, është gja kujtë. Dhe i me më e pëtoj, ku dhe Dirama? E Dirama të kjepësohet. Opozita është si është a Iseli Berish, kënet, ja shqiptar, imi pak, imi 2 milion, imi asgjë. Këtë i këtë këtë Diramës. Zoti Burimi, të falenderoj shumë për gjithë intervistën, po edhe që ndave me mua, me publikun, edhe këtë histori, themi të dhimbshme, por familjare, dhe për atë që ju thatë për nënën tuaj, që ka bërë aq sakrifica për ju dhe gjithë familjarët tuaj. E thashë në fillim që do kemi goxha kundërshtim, por u mundova të bëj pyetjet e dura, ju dhatë përgjigjet tuaja. Do të shikojmë publikun se sa views do ketë këtu në Dekalog dhe në Dritare TV. Të falenderoj shumë dhe të mirpres çdo herë tjetër që mund të kemi një çështje për diskutuar në Dekalog. Unë mirpres librin tënd, ma ke premtuar. Patjetër, ta thash publikisht, prandaj ta thash publikisht. Me dedikim dhe do ta shkruaj atij anti-amerikanit Genc Burimi. Anti-qeveria amerikane, jo populli amerikan. Po jo, populli, po t'jeshe me populli pasaj vete e rënda, po anti-amerikanit do më dhënë ndaj qeverisë. Genci, falenderit, miru pafshim, gjithë mirat. Gjithë mirat. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni për sot nga unë Erlan Çafoku, miru pafshim.